Ndikimi i këngëtares kosovaro-britanike Dua Lipa nuk po kufizohet vetëm në muzikë dhe mod, por po reflektohet edhe në zgjedhjet personale të prindërve për emrat e foshnjave. Sipas platformës ndërkombëtare për prindër Baby Center, një numër në rritje prindërish që presin fëmijë në vitin 2026, po frymëzohen nga yjet e kulturës pop, përfshirë Dua Lipën, duke zgjedhur emra modern, të fuqishëm dhe me identitet të qartë. Të dhënat tregojnë një prirje me rritje për emra që lidhen me energji pozitive, dritë dhe aura të veçantë, një tendencë që ekspertët e lidhin me figurat publike që përfaqësojnë guxim, stil dhe prezencë globale. Për vajza, prindërit po preferojnë emra si Lili, Maeve, Ayla, Clara, Nora dhe Eliana, ndërsa për djemë rikthehen emra klasik me ngarkesë simbolike dhe historike si Alexander, Gabriel, Caleb dhe Asher. Ekspertët e Baby Center nënvizojnë se kultura pop, muzika dhe ndikimi i figurave publike luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrën se si prindërit e shohin emrin e fëmijës. Ai nuk është vetëm një identifikim personal, por edhe një mënyrë për të shprehur vlerat, aspiratat dhe identitetin që dëshirojnë t'ua transmetojnë brezit të ardhshëm. Revista e njohur franceze Le Point i ka kushtuar një artikull të gjatë dhe të detajuar Dua Lipës, duke cilësuar atë si armën diplomatike të popit që e bën Kosovën të shkëlqejë në arenën ndërkombëtare. Në këtë shkrim, Dua Lipa portretizohet si një prej figurave më të rëndësishme që po jep zë dhe imazh pozitiv një vendi të vogël, ende pak të njohur në skenën ndërkombëtare, por me ambicie të mëdha kulturore dhe diplomatike. Artikulli vjen pak ditë pas ngjarjes së rëndësishme në Prishtinë, ku presidentja Vjosa Osmani e shpalli zyrtarisht Dua Lipën, shtetase të Kosovës, më 1 gusht 2025. Le Point e quan këtë gjestë shumë simbolik dhe një kurorëzim të lidhjes së fortë që artistja ka me vendin e origjinës së saj. Presidentja Osmani u shpreh se Dua Lipa është një nga figurat më emblematike kulturore në historinë e vendit tonë, duke theksuar ndikimin e saj të madh në ndërtimin e imazhit ndërkombëtar të Kosovës. Revista franceze e ndërlidh ndikimin e Dua Lipës me fuqinë e butë që Kosova po e zhvillon përmes kulturës dhe diasporës. Në artikull citohet edhe muzikanti kosovar Gent Saliu, i cili e krahason këngëtaren me një prokurore të përgjithshme në luftën për emancipim kulturor dhe shoqëror. Le Point sjell në vëmendje rrugëtimin personal të artistes nga Londra në Prishtinë dhe Anasjeltas, duke nënvizuar se qëndrimi i saj 4 vjeçar në kryeqytetin e Kosovës e ka formësuar emocionalisht dhe artistikisht. Shtimi i shtetësisë të Kosovës vjen pas asaj shqiptare, të cilën ajo e mori në vitin 2022, duke lidhur edhe më ngushtë identitetin e saj me rrënjët e prejardhjes. Revista franceze thekson se në një vend që vazhdon të jetë i kontestuar ndërkombëtarisht dhe që përballet me sfida ekonomike e diplomatike, emri Dua Lipës mbetet një dritare e fuqishme që e lidh Kosovën me botën, me miliona ndjekës në rrjetet sociale dhe një karrierë të jashtëzakonshme në industrinë globale të muzikës. Ajo është bërë ambasadorja e padiskutueshme kulturore e Kosovës dhe një zë i gjeneratës së re që kërkon ndryshim dhe afirmim në arenën ndërkombëtare.